Qytetarët e Serbisë do të duhet të zgjedhin mes fytyrave të vjetra të politikës së tyre të dielën kur të dalin për të votuar. Ndonse shumë në numër 12 kandidatët për president nuk kanë sjell alternativa të reja të besueshme për rreth 7 milion serb me të drejtë vote. E veçanta e këtyre zgjedhjeve është se ato do të jenë të 3 fishta, për presidentin e ri, për drejtuesit e pushtetit lokal, por edhe për parlamentin e ri, dhe pritet që ato të përcaktojnë edhe kursin e Serbisë, drejt radikalizimit nacionalist apo drejt Europës. Favorit për të rifituar postin e kreut të shtetit është pro-europiani Boris Tadić, por një mbështetje shumë të gjerë gëzon edhe radikali Tomislav Nikolić. Një rol të rëndësishëm në zgjedhjet serbe luan edhe çështja e Kosovës. Të dy kandidatët kanë deklaruar se nuk do ta njohin kurrë pavarësinë e Kosovës, por ndërsa Tadić ka folur për një status special për Veriun, pa e njohur shtetin e ri, Nikolić ka deklaruar se do të pranonte edhe ndarjen, nëse për një gjë të tillë do të vendoste populli serbist me referendum. Sondazhet sugjerojnë një fitore të forcave pro-europiane të udhëhequra nga Boris Tadić.